إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد Allahu Azza wa Jalla falënderojmë prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë, kurse salavatet dhe selamat i dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë dhe madhërojmë Allahun Azza wa Jall për mirësitë dhe begatitë e tij të mëdha në veçantë, për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit, që na bëjnë dobi në çastin dhe në momentin kur s'ka dobi nga malli as nga evladi. Të nderuar dhe shumë të respektuar besimtar, sot do të flasim për një realitet të jetës tonë dhe për një natyrshmëri të pashmangshme të njeriut, që ai gjithnjë ka nevojë që afër vetes të e ketë dikë, të e ketë një shok, të e ketë një dashamir, të e ketë një mik, të e ketë një dost, të e ketë një njeri të dalluar të veçuar me cilën do të çon dert, do të bisedon, do të ecë, do të bashkojnë me të shumë cilësi dhe tipare. Andaj Sufjan e Thauri rahimahullah tha, nëse do të më njoh një njeri, shikoja shokët e tij. Nëse i ka të mirë, ta di se dhe kjo është i mirë. Nëse i ka ndryshe, ta di se dhe kjo është ndryshe. Dhe sot do të përmendim shkurtimisht një ndodhi mes dy doslarëve në xahiliet, që njëri ka krej ka i mira, tjetri ka krej ka e keqja, dhe përfundimin e tyre duke qenë prezent para syve të tyre Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Përmend me rastin e Uqbës dhe rastin e Ubejit. Ndodhi e tyre që përmendet në Kur'an. Uqbeja ka qenë një njeri gjymert, fisnik, bujar, i moralshëm, i ndershëm, i respektueshëm me nam dhe respekt në shoqërinë e tij. Në Mekë i dallum, saqë përmendet që gjithnjë që ka dalë prej Mekës, kur është kthy në Mekë, i ka ftu kryesorët dhe kokat e Mekës dhe mekelive, dhe atyre ju ka shtruar në një darkë të madhe e të mirë. Ka qenë njëri i dallum dhe i veçum, zotni që themi na, ag. Dhe nga ana tjetër, Uqbeja e ka pas një dost të afërt, Ubejin, pa të cilin s'ka bo asgjë në jetën e vetë, të cilin e ka dash dhe ka respektu pa mas. Dhe gjithë e kanë ditë se Uqbeja dhe Ubeji janë dy dostar që s'dan kur mes vete. Dhe Uqbeja fillon që të shkon në ligjërimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me marr pjesë. Uqbeja fillon me u shoqëru ka pak me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me respektu kur e shifke në rrugë. E nderonte, e respektonte, dhe një ditë prej ditëve, nga respekti dhe niveli dhe afërsia që arriti Uqbeja me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i thot, une sonte do ta bëj një darkë, kom marrë prej rrugës, i kam thirr kryesorët e Mekës, kam qef edhe ti me qenë prezent në darkën time. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po, ju përgjigj ftesës së Uqbës. E në mbrëmje, ulet në sofrën e tyre Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe Uqbeja e nderon dhe respekton nivelin më të mirë të mundshëm, dhe në fund kur shtrohet sofra, fillon gjithë me hongër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk po e prek ushqimin. Uqbeja i thot, urdhno bëjrom, ushqimi para teje është për ty. I thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, unë nuk mund të ha ushqimin tënd derisa ti ta thush shahadetin,
se neve muslimanve nuk na lejohet me hong ushqimin e politeistëve, ushqimin e mushrikëve. Dhe Ukbeja tha, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. E tha shahadetin dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha bismillah dhe filloi të hanë ushqim. Ama Ubeji nuk ishte prezent në atë konak. Nuk kishte mujt me ardhë. Dhe gjithë Mekën u shpërnda lajmi se Ukbeja ka pranu Islamin. Ubeji, në momentin e parë që e merë lajmi, shkon me të shpejt te dosti i vetë dhe i thot, shifëm, kam dëgju se kështu e kështu e kështu. O, thot o dost, ka da ta të regoj se ndodhi pa prit mas kjo, ishte në konakun tim, unë e shtrova ushqimin, gjithë hanin, dhe ai, po të mos e thoja shahadetin, do të mbeteshte pa hangë. Dhe mua nga njerëzimi dhe njerëzilluku që e kam, nuk ma lejnë ndërgjegja që unë gjithë na të ham, ai të mbetet pa hangër, andaj e ta shahadetin. I tha Ubeji, nëse nuk shkon me pështyn ftyrë Muhamedin, pisotën aton, nuk i shok jem. Pisotën aton, nuk i shok jem. Jo vetëm me lon fejen, ki me lon fejen, ki me shku edhe me pështyn ftyrë Muhamedin. Dhe Ukbeja, pa e s'pa, Ubeji ja mbushi mendën, shkon, hyn, dhe i afrohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pështyn në ftyrë, por Allahu azza wa jall pështymën e tij e kthen në ftyrën e Ukbes dhe deri në vdekjen e tij kishte djegjet në ftyrën e tij nga pështima që dashni me pështy Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu Ukbeja tha që nuk jam musliman. Boni riddet e braktisi Islamin pasi që u bë musliman, shkaku i shokut të keq. Shoku i keq, edhe nëse je i mirë të devion, dhe një i mirë me të keqen, sa do që është i mirë, e ka vështirë që me fitu i mirë. Andaj, i mirë të shoqërohet me të mirët, e të këqive vetëm le të jep këshilla dhe udhëzime dhe të largohet prej tyre. Shumë të ri, nga praktika dhe përvoja, edhe në qofë se kanë qenë djemë të mirë, kanë deviju dhe kanë pagu me jetë, si mazi, faturën e gabimit tyre shkaku i shokve të këqit të tyre. Andaj shoku i keq edhe domaqinin e ban haram, shoku i keq edhe namazdin e largon prej namazit, shoku i keq edhe muslimanin e largon nga islami, madje e shtin me bo edhe riddet dhe të largohet nga islami dhe besimi i pastër. Shoku i keq domaqinin e ban komargji, domaqinin e ban pianet, alkooliqar, domaqinin e ban edhe vjedhës, e ban edhe rëndës, e ban edhe të amoralshëm zinaqar. Dhe përvoja të tilla ka qindra me mijë dhe me miliona në historinë e njerëzimit, madje edhe në historinë tonë praktike, se sa keq të bën një shok i keq. E për hir të kësaj ndodhie, Allahu azza wa jall, që të mbetet porosia e gjallë dhe e freskët deri në ditën e gjykimit, shpall një ajet kuranor në të cilën Allahu te bareke ve teala na thot: Ja wejleta, do të thonë ditën e gjykimit xhenemlit, ah mjerë për mu, kuku për mu, kuku qka bona, kuku qka gabova, lejteni, sikur mos të kshelu vetë vetës, lem e të khidh fulanen khalila, sikur edhe njerë të kthejna, e filonin mos të kshabo shok e dost. Filonin e keq, ti në gjithja emrin si e kaj, dosti jot i keq. Mos e ban shok, largohu, mos e shoqëro. Atë këshilloje, udhëzoje, thirrën telefon, çoj porosi, mos e ban dost, mos e ban shok. Shoqërohu me burrat e mirë. Njerëzit që kanë marrë udhën e keqe, ato vetëm këshilloj dhe udhëzoj. A shok, dost, jaran, mik, çish dush thuj.
zgjedhe dhe përzgjedhe njeriu e mirë e të devotshëm i cili të çon ka rruga dhe ka rruga e mirë dhe ka rruga e mbar. Mos e bjer punën që në xhehenem të thush kështu. E që në xhehenem të thush kështu, sa pishman që jam, sa se bu pishman në xhehenem. E kjo porosi është se shoku i keq të çon në xhehenem, sa s'ka qu shoku i keq në xhehenem, largohu prej tij. Largohu prej tij dhe merre këtë porosi shumë serioze. Se 90% e rinis që ka deviju dhe ka marrë rrugët e këqija dhe ka përfundu në burg, ka përfundu në vore, ka përfundu në komar, ka përfundu në varfëri që e kanë marrë me shtëpi, me mall, me dyqane, me çdo sen. 99% të rasteve sebeb janë shokët e këqij. Andaj të dashur vëllezër, sa si na bo pishmane me thonë kuku për neve, hajde të vetëdijsohemi, e ti ndrojmë shokët, e ti përzgjedhim që dostar t'i bëjmë burat e mirë të sinqert, e devotshëm e njerëz që na thrasin ka ajo që është e mirë dhe e mbar. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sot është ditë e xumë dhe Këshilli i xhamisë shtron hasrën e xhamisë Isabeu për nevojat e saj mujore që i ka kjo shtëpi Allahu te bareke ve taala, duke lutur Allahun që Allahu për çdo dinar që e jepni, tua shumë fishon ashtu siç din më së miri Allahu te bareke ve taala. Sot e shkurtuam hutbën shkaku i shiut, andaj do t'ju lutoj gjithëve për mirë kuptim. Sot është ditë e xumë dhe shumë sevap me dërgu sanavate dhe selame mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, me salavatet dhe selamet më të njohura. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.